Me mbroma dhe mirë se vini në këtë transmetim të drejt për drejt të War Report. Unë jam Sali Doçi dhe si çdo mbrëmje do të jemi së bashku në ekranin e ABC News për të njohur më gjërësisht me zhvillimet kryesore sa i përket konflikteve më të nxehta globale. Duket se nuk ka paqe lindjen e mesme pas premtimit të Donald Trump për të goditur më fort Iranin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndërmarrë një tjetër valë sulmesh të rëndësishme ndaj Teheranit, por edhe ndaj qyteteve të tjera me synimin kryesor degradimin e aftësive luftarake të Iranit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kryer një valë sulmesh sipas asaj që është raportuar nga CENTCOM, komanda qendrore ushtarake amerikane, në rajonin e lindjes së mesme, duke goditur disa qytete në provincën perëndimore të Kuzestan, si dhe në ishullin Çeshme në ngushticën e Hormuzit. Luftimet ripërtërien pas 4 ditëve të cilat u dukën ditë paqe mes Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Ndërkohë që duket se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një plan konkret për të degraduar aftësitë raketore të Teheranit, sipas asaj që ka raportuar The Telegraph. Generali CENTCOM, komandës qendrore ushtarake amerikane në rajonin e lindjes mesme, i ka propozuar presidentit amerikan Donald Trump një valë sulmesh 14 ditore, një valë sulmesh kjo e cila do të degradonte aftësitë e Teheranit për të kërcënuar bazat ushtarake amerikane në rajon. Plani ushtarak ka ngritur pikpyetje se si mund të ekzekutohet dhe se si mund të sjellë rezultate konkrete, duke qenë se përgjatë këtyre 5 muajve luftë kemi parë se nuk ka një dorëzim të lehtë nga ana e Teheranit. Të dhënat e fundit tregojnë gjithashtu nga Qendra për Studimet Strategjike dhe Ndërkombëtare se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kishin nisur këtë luftë duke përdorur më shumë se 2330 raketa, por kjo shifër ka pasur një rënje pranë muajit në vijim, duke zbritur në 759 raketa. Shtetet e Bashkuara kanë ndjekur rreth 2/3 e raketave të tyre Patriot që nga shpërtimi i luftës në 28 shkurt, sipas këtij raportimi, duke treguar kështu problematika në rëndësinë dhe logjistikën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kur bëhet fjalë për armë me precizion të lartë, cilat padyshim do të ishin një ndihmë e jashtëzakonshme në këtë konflikt kundër Teheranit. Ndërkohë, betejë avion edhe në Europën lindore, sulmet brutale të kryera nga Rusia në Ukrainë duke shënjestruar Kievin, por edhe qytetin perëndimor Lviv dhe qytetet e tjera kanë lënë të paktën 13 persona të vrarë dhe 10 të tjerë të plagosur. Rusia ka lëshuar më shumë se 70 raketa dhe rreth 280 dronë, sipas asaj që ka deklaruar presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, ndërsa e vlen theksohet se sipas udhëheqjes ukrainase për herë të parë është përdorur një raket nga Korea e Veriut për të shënjestruar pikërisht Ukrainën. Ekipet e emergjencave kanë qenë në gatishmëri në të gjithë territorin, ndërkohë që sipasoj e këtij sulmi u ngritën si pothuajse gjithmonë kur bëhet fjalë për sulmet në Lviv, edhe avionët ushtarak të Polonisë. Pasi kësaj here nuk është më një dron, por një krater i shkaktuar nga një raketë ruse. Kjo është ajo çfarë beson Polonia se ka ndodhur, me vetë edhe angazhimin e Donald Tusk, kryeministrit të vendit, i cili ka deklaruar se nuk beson se Moska kishte shënjestër Poloninë. Megjithatë, incidente të tilla janë raportuar prej kohësh në aspektin e dronëve, siç e theksova, por kësaj here duket se situata bëhet më e rëndë. Bëhet fjalë për mundësinë e goditjes nga një raketë ruse. KH-101, një krater 10 metra, është zbuluar në Poloni, sipasoj e kësaj goditje të kryer nga ana e Rusisë. NATO ka deklaruar se janë në gatishmëri për të mbrojtur çdo aleat, ndërkohë që nuk ka pasur një konfirmim apo mohim nga ana e Moskës. Mirë, ishin këto të gjitha zhvillimet kryesore të raportuara nga mediat ndërkombëtare për gjatë ditës së sotme. Ndalemi në program për të kuptuar në pjesën e parë se çfarë do të ndodhë me luftën e lindjes mesme, një plan 14 ditor i mjaftueshëm ky për Amerikën për të degraduar aftësitë luftarake të Iranit. Ndërkohë në pjesën e dytë padyshim flasim për sulmet brutale të ushtrisë së Vladimir Putin ndaj Ukrainës, sulme këto të cilat duket se po përfitojnë nga momenti i ndryshimeve ushtarake në kupolën udhëheqëse të Kievit, ndërkohë nga ana tjetër një raket kërcënoi Poloninë, siç theksova, duke treguar kështu se tensionet po përshkallëzohen në Europën lindore. Të gjitha këto me njëherë vetëm pas siglës. Mbrëmjen e sotme në program për të diskutuar të gjitha zhvillimet e rëndësishme të skenës gjeopolitike, por gjithashtu edhe konflikteve më të nxehta globale. Janë me mua Xhavi Çala, profesori i çështjeve të sigurisë. Zoti Çala, mirëmbrëma, kënaqësi të kemë në program. Gjithashtu me mua në studio është edhe Ledion Krisafi, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Krisafi, mirëmbrëma, kënaqësi të kemë në program. Çala, tani nisim së bashku një valë sulmesh e paralajmëruar nga Donald Trump. Asnjëri në këtë luftë 5 mujore kanë vjuar palët që të bombardojnë njëra tjetrën me intensitet
të lartë, duhet thënë, dhe me një dëmt kolosal të shkaktuar, sipas asaj që raportojnë mediat ndërkombëtare, në vendet e gjirit më shumë se 90 miliard dollar në infrastrukturë, pa përfshirë këtu bazat ushtarake të prekura në rajon. Shtetet e Bashkuara bombardojnë sërish, por tashmë flitet edhe për një plan 14 ditor se si mund të degradohet aftësia ushtarake e Teheranit. Kush do të jetë skenari që do të ndjekin Shtetet e Bashkuara në këtë konflikt? Shko, Sali, kjo puna numëruarit me ditë nuk më duket fort reale, sepse kanë kaluar disa 12 ditë, 14 ditë, për një program që siç e anoncuat edhe ju, për një sulm 14 ditor që mund të degradonte të gjithë fuqitë. Unë mendoj që do të më qenë më realist edhe Irani ka patur kohë edhe mundësi që të ripozicionoj forcat, mjetet, ai që në fillim i ka shpërndar në për vendet të caktuara, kështu që nuk mundet për një periudhë 14 ditore të zhbësh gjithë armatimin e tij. Kjo luftë është një luftë që me sa duket do të vazhdoj. Shiko, ishte problem sepse mund ta them që ishte hera parë që Irani fillon një sulm ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndërpren luftën. Pra, kemi rreth datës 23-24, presidenti Trump dha urdhër që të mos sulmohet, të mos bombardohet. Me mendimin që t'i lehet një shteg bisedimeve diplomatike. Dhe vetë presidenti Trump ishte shumë optimist që mund të arrinte diçka tillë, por duke mbajtur gjithmonë mundësinë për goditje nëse besidimet dështojnë. Menjëherë pas kësaj, 2 ditë më pas, ka një sulm të Iranit me rreth 5-6 raketa ndaj Jordanisë, pra ndaj baza ushtarake amerikane në Jordani. Ana tjetër ka një sulm ndaj një nyje, po e themi, apo 2 tankerave me gaz amerikan në një nga portet e Egjiptit. Është rasti i parë kur goditjet tashmë nuk jepen vetëm në rrezën e ngushtisës së Hormuzit, pra të rreth të vendeve për qark, por në një vend shumë më larg, domethënë përfshihet edhe Egjipti. Pra nuk është kaq thjesht. Unë mendoj që palët tashmë po përpiqen që të avancojnë dhe të diktojnë palën tjetër dhe të ulen në pozita force në tavolinën e bisedimit, sepse për të ulur do ulen nuk ka rrugë tjetër. Shohim që konflikti po merr një pamje tjetër tashmë në linjën e mesme. Po është përfshirë një shtet, është përfshirë direkt në konflikt, tashmë edhe si aktor, jo vetëm si viktim që ishte Arabia Saudite. Tashmë Arabia Saudite ka marrë pjesë direkt në sulmet armatose bashkë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj një proksi të Iranit që janë milicit irakene. Gjithashtu Arabia Saudite është përfshirë në sulmet armatosura edhe ndaj një proksi tjetër të Iranit që janë Lëvizja Houthi. Pra, shohim që Arabia Saudite po përfshihet gradualisht në konflikt. Gjithashtu ka një thirrje nga Arabia Saudite për një koalicion, për ndërtimin e një koalicioni për të normalizuar tregtin, për të normalizuar lundrimin në detin e Kuq. Pra, shohim që konflikti tashmë po del edhe jashtë kornizave të vendeve të gjirit. Dhe kjo, pra ne themun që ajo goditja 14 ditore që ju thatë që mund të degradoj gjithë aftësitë ushtarake të Iranit, nuk më duket shumë... Duket pak sa e pamundur, me gjithë se kemi parë. Pak sa e pamundur, sepse kështu thanë, janë godit disa herë nga bile 13 ditë u bën tash goditjet e funit. 13 ditë që janë dhënë goditje. Por, mase ushtarakët disponojnë informacione tjera dhe mundet dalin dhe vërtet. Mund të kenë gjithashtu edhe kapacitet për të kryer këtë goditje. Kresafi, duket sikur Irani e kaloi vijën e kuqe për të zemëruar Shtetet e Bashkuara dhe për të zemëruar ndoshta edhe përfshirjen e aktorëve të tjerë rajonal. U përfol se sulmi kryer në Jordani kishte një shënjestër, një qendër shumë të rëndësishme logjistike të Shteteve të Bashkuara, e cila u kontrollua edhe si vija e kuqe. Sipas teje, çfarë pritet të ndodhë me përshkallëzimin e sulmeve nga ana amerikane? Do të kemi një goditje fatale ndaj Iranit tashmë, apo do të jetë një konflikt siç e kemi diskutuar në këtë studio, i cili do të mbetet ngriva shkriva? Për goditjen fatale kam dyshime të mëdha, sepse lufta nga ajri përgjithësi ky është maksimumi që mund të arrihet. Pra mund ta dobësosh kundërshtarin, po vështirë ta rrëzosh.
ose nëse mund të kishim në një lëvizje të Izraelit për të eliminuar dhe njëherë krerët politik dhe ushtarak të Iranit, si që bëri herën e parë në fillim të luftës. Por nëse vazhdo në këtë mënyrë luftë nga ajri, mendoj që nuk do ketë ndonjë ndryshim të madh në thelb. Pra, ose duhet bërë në një gjë e veçantë në terren që regjimi të rrëzohet në një farë mënyrë, ose regjimi të kuptojë që duhet të bëjë një marrëveshje që të heqë dorë nga anën bërthamore. Problemi është se mënyra si unë e shoh është që ky regjim në Iran për momentin duket shumë me shumë vetbesim në një farë mënyrë. Dhe fakti që bën një sulm të parët e prishën atë paqen e vendosur nga Donald Trump tregon një vetbesim shumë të madh. Dhe vetbesimi i tyre ka ardhur sidomos gjatë 2-3 javëve të fundit, se kemi thënë disa herë, nga sulmet shumë precize që kanë bërë ndaj forcave amerikane në lindjen e mesme, ku kanë shkatruar qoftë radar, supozohet mund të kenë shkatruar disa avion, por kjo është e pa konfirmuar, viktimat amerikane të tjerë. Dhe ideja iranianëve duket paktën sikur iranianët shkojnë me idenë që mund të heqin amerikanët nga lindja e mesme. Pra me goditjet që janë duke bërë gjatë bazave amerikane, mund detyrojnë të tërhiqen në lindje e mesme. Dhe unë po shoh që ditë pas dite kjo luftë, nga një luftë që filloi për të hequr dorë Iranin nga armë bërthamore, po përfundon në një luftë, ose të paktën në momentin në një luftë ku po luftohet se kush do të ketë hegemoninë në lindje e mesme. Fakti që lufta po përhapet me Arabinë Saudite, po përhapet me Huthit, po goditen grupet pro-iraniane në Irak, është goditur Egjipti. Pra kemi një përhapje të luftës praktikisht në gjithë lindjen e mesme. Po luftohet nga Egjipti deri në kufit e Pakistanit dhe Afganistanit nga ana tjetër. Dhe lufta në thelb, si po shoh për momentin, është sikur po luftohet për atë që do jetë dominanti në lindjen e mesme. Do jenë dominantët arabo-amerikano-izraelitët, duke patur arabët në pas shpinës së tyre, apo do jenë dominant iranianët me grupet e tyre Huthit. Se po qëndron Izraeli i qetë në këtë periudhë, sepse nuk është sulmuar? Unë mendoj që mund të jetë një kërkesë amerikanëve, me idenë që nëse Izraeli sulmon do të ketë prapë një goditje ndaj Izraelit, dhe për të mos përhapur luftën më shumë sa kaq, ndoshta amerikanët janë duke kërkuar izraelitëve të qëndrojnë të qetë për momentin, nuk kanë pasur nevojë për sulmet e tyre, dhe aq më tepër që sulmet që janë bërë gjatë 2 javëve të fundit amerikane kanë qenë sulmet përgjithsisht kufizuara. Pra nuk kanë pasur sulme masive. Ndoshta në 14 ditët e ardhshme, siç thotë gjenerali amerikan, mund të ketë sulme masive, por nuk ka, dhe nga pamja logjistike nuk ka pasur nevojë për ndryrën e Izraelit, sepse kanë qenë sulme që mund të bënin amerikanët vetë, por nuk ka pasur ndonjë sulm masiv siç ka pasur gjatë muajit të parë të luftës në këtë rast. Por unë mendoj që Izraeli, sidomos Netanyahu, është, siç kemi të shprehjen që mezi po e mban vendi për momentin, sepse sigurisht do mund të bënte edhe më shumë sa kaq në Iran, dhe disa herë të paktën ka disa informacione që disa herë kanë kërkuar amerikanëve leje për të eliminuar ose për përpiqen të eliminojnë krerët e rinj politik dhe ushtarak të Iranit. Por Donald Trump shkon me idenë që këta janë krerë të rinj, dhe nëse eliminohen dhe këta nuk ka me këtë negociojnë në fundit, pa dikush për tyre duhet firmos. Kështu që po mënyra si po zhvillohet lufta, thash, është na shkon drejt një lufte më të madhe rajonale në këtë pikë. E qartë, mirë, do të shohim çfarë do të ndodhë me Iranin për gjatë padyshim javëve ndihmë, ndërkohë ne do të shkojmë në një shkputje shumë të shkurtër për të rikthyer në pjesën e dytë të programit e për të diskutuar më gjerësisht mbi atë se çfarë po ndodh në Europën lindore. Rikthehemi në program. Rusia ka vijuar sulmet e saj brutale ndaj Ukrainës, 13 të vrarë dhe 10 të plagosur është bilanci më i fundit i asaj që ka ndodhur, si pasojë më shumë se 70 raketave të hedhura dhe mbi 280 dronëve. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky thotë se për herë të parë janë gjetur mbetjet e dyshuara të një rakete nga Korea e Veriut, ndërkohë po në të njëjtin moment që ndodh ky sulm brutal, ka sërish provokime ndaj Polonisë. Ka pasur një krater të madh nga një raket KH-101, sipas asaj që dyshojnë autoritetet polake. Për gjitha këto do të flasim në pjesën e dytë të programit. Profesor Shala, po përfiton Moska nga lëvizjet e fundit politike dhe ushtarake që kanë ndodhur në Ukrainë, apo mendon se kjo është strategjia e vet me të cilën mund të ndjekin aktualisht përballë një fronti i cili është shteti i acaruar? Po derisa të konsolidohet ose të vendoset mirë se apo të konsolidohet udhëheqja e re, po e themi e ushtrisë dhe ministrisë, po normalisht që do ketë ndikim
do kenë ndikim, por edhe këte po përpiqet Rusia ta shfrytëzojë. Po nuk është se do ndikojë në fatet e luftës kjo. Kjo mund të jetë punë ditësh, sa ekipi i ri të marrë situatën nën kontroll të merret me koordinimin. Gjithsesi, pavarësisht se Rusia ka goditur ashpër, mbrëmë dhe sot ka patur Ukraina ka bërë goditje spektakolare deri afër Moskës, domethënë, nuk është se nuk ka patur. Pra në një farë mënyre kjo është metoda e Rusia këtë mundësi ka, pra përdorimin e raketave, dhe synon goditjen në thellësi, pasi në front pothuajse nuk ka përparuar as edhe 1 centimetër. Bëri para disa ditësh një tentativë për të qarë frontin me forca dhe mjete, por nuk arriti dot. Kështu që në këto kushte unë mendoj që Rusia po e shfrytëzon këtë momentin e konsolidimit apo të ndrrimit të leadershipit në forcat armatose, po e shfrytëzon, është normale ajo që do përpiqet, po nuk besoj se do ketë ndryshime në nivelin strategjik. Mund të themi që Ukraina, pavarësisht kësaj situate, ka vazhduar aktivitetin, po të themi, diplomatik. Presidenti Zelenski ka zhvilluar takime dhe ka marrë premtime edhe nga kryeministri i ri britanik, pra i është vënë në dispozicion një projekt i ri për mbrojtjen kundër dronëve, për mbrojtjen elektronike kundër dronëve. Nga ana tjetër mori premtime edhe nga presidenti në vizitën që bëri në Shtetet Bashkuara të Amerikës, mori premtime edhe për mundësinë e fillimit të prodhimit të raketë interceptor Patriot. Pra, në një farë mënyre këto janë mesazhe edhe për Moskën që duhet gjejë një zgjidhje. Nëse goditja në rafineritë e naftës ka arritur po shkon rreth 43-44%, pra 43-44% e kapaciteteve rafinuese të naftës në Rusi nuk funksionojnë më dhe është vështirë të rikthesh përsëri në punë, ndërkohë që vazhdojnë rigoditjet e tyre. Pra në një farë mënyre atë që nuk po mundohet ta bëjnë në front edhe Ukraina, pra ta shtyj palën ruse apo të rikap të territori, po e bën duke goditur në thellësi, duke arritur që të godasi themën akili që është ekonomia, pra është eksporti i naftës dhe në produktet e saj. Pra në një farë mënyre Ukraina po është rikthyer fuqishëm për ta diktuar Rusinë që edhe pas 3-4 viteve luftë, pas 4 viteve luftë, të mendoj që nuk ka rrugë tjetër përveç se të ulet në tavolinën e bisedimeve. Tashmë është një shpresë fakti që presidenti Trump ka marrë përsipër është rikthyer në rolin e negociatorit, por në këtë rast nuk është më në presion maksimal ndaj presidentit Zelenski, por duket se ka një mbështetje për Ukrainën për ta detyruar presidentin Putin që të ulet në tavolinën e bisedimeve. Tashmë do të duket kjo se si do të shkojë. Se çfarë do të ndihim. Kristave, çfarë mund ta shpëtojë Ukrainën? Raporti më i fundit i Qendrës për Studime Strategjike thotë se Amerika ka humbur 2/3 e raketave të saj Patriot, të cilat i kërkon me ngulm vetë Zelenski që t'i ketë për mbrojtjen e tij ajrore, ndërkohë sistemet tjera europiane padyshim nuk kanë efikasitetin e lartë të atyre sistemeve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kush mund të jetë zgjidhja për të ndalur raketat balistike të Putinit? Fakti është ka të paktën 3-4 muaj që unë kam parë goditjet me raketat të Rusisë, cilat përqindja e kapjes ka qenë shumë e vogël. Vitin e kaluar, po dhe par vjet, Ukraina ka qenë nivele të jashtëzakonshme të kapjes së raketave, ka qenë disa herë dhe 100%, 70-80% që ka qenë mesatarja. Gjatë 3 muajt të fundit, mesatarja ka qenë tek 20%, në një darkë të paktën para një muaj kam parë që nuk u kapa asnjë raketë as balistike as cruise nga të Rusisë, dhe fakti që Rusia po godet kaq shpesh me raketa në nivel kaq lartë për kaq masivisht është dhe pasojë e faktit që po mundohet të shfrytëzojë sa më shumë të mundur këto kapacitetet të paksuara të Ukrainës. Kam thënë në fund kemi qenë bashkë Ukraina për momentin është duke shfrytëzuar 2 modele, është modeli Patriot i sistemet kundërraketorësh dhe një model gjerman që quhet IRIS-T, i cili është një model shumë i mirë gjithashtu, por që duket ka qenë suksesshëm, si thua, por nuk është suksesshëm as sa që është Patrioti. Pra nëse në muajt apo vitin e kaluar Ukraina mund të tregonte që nëse të gjithë bateritë e saj Patriot ishin në gjendje të punës dhe të mirë
mirë përgatitur, mund të kapte gati 100% të raketave të saj të Rusisë. Fakti që për momentin është në nivele kaq të ulta tregon se sistemi gjerman nuk duket se po funksionon siç është Patrioti. Dhe në fakt dhe teorikisht dihet që nuk ishte aq mirë sa Patrioti. Dhe unë nuk mendoj se ka për ndryshuar në një gjë të rëndësishme në pjesën e sistemeve ajrore të Ukrainës të paktën 2-3 muaj në vazhdim, sepse duket që amerikanët nuk kanë ndërmend të shesin interceptor të Patriot, sepse nuk kanë më ato që kanë i duan për vete. Për të filluar për të prodhuar Ukraina thamë që do duhet mendoj të paktën rreth 1 vit në këtë, sepse nuk është një gjë kaq e lehtë për të prodhuar dhe Ukraina ka nevojë edhe për vojën për të prodhuar interceptor të baterive Patriot. Është një sistem tjetër francez i cili për momentin nuk ka shkuar ende në Ukrainë, nuk është ende në nivelin e Patriotit, pra Patrioti është praktikisht më i miri që mund të ishte për Ukrainën. Një shpëtim për Ukrainën mund të ishte një ide e disa vendeve tjera europiane për të dhënë ata sistemet Patriot. Ka një ide, kemi thënë edhe herën e fundit nga Greqia, cilët mos gaboj kanë rreth 8-9 bateri Patriot, po një pjesë prej tyre, paktën gjysmë prej tyre janë një model i vjetër, ka 2 interceptor për të shpjeguar, pak 2 quhen dhe pak 3. Greqia gjysmën i ka pak 2, gjysmën i ka pak 3. Dhe këta pak 2 që janë model më i vjetër, vendet evropiane po mundohen të bindin Greqinë që t'i japi Ukrainës, por Greqia për momentin nuk duket se është bindur, sepse shtot që për shkak të luftës në linjën e mesme nuk e di çfarë mund ndodh dhe duhet që duke qenë se Greqia është afër me linjën e mesme, duhet të jetë në gatishmëri. Pra Ukraina ka përshtypjen që edhe paktën në 2-3 muaj në vazhdim do vazhdojë në këtë nivel goditje nga ana Rusisë dhe në këtë nivel kaq të ulët kapje të raketave balistike apo raketa cruise nga Rusia. Çështja është pyetja se sa efektive mund të jenë këto raketa ruse gjatë kësaj periudhe ose sa kanë qenë gjatë periudhës së fundit. Ideja është që dyja shtetet po mundohen të degradojnë sa më shumë të jetë mundur kapacitetet e tyre ushtarake ose kapacitetet për të bërë luftë. Dhe fakti është që goditen përgjithësi fabrika ukrainase, të cilat prodhojnë dronë ose pjesë për dronët, por ende kam është personalisht të vështirë të shoh sa efektive janë raketat balistike ruse ose cruise gjatë 2-3 muajve të fundit, sepse kapacitetet e Ukrainës nuk se janë ulur në mënyrë të ndjeshme, si thua, si pasojë e goditjeve. Kapacitetet e Ukrainës ose kanë qenë një lloj ose janë arritur. Pra, nëse godasim fabrikat që prodhojnë dronë me idenë që të mos goditen më me dronë në Rusi, kjo nuk ka ndodhur. Pra do të thotë që goditjet që Rusia ka bërë me raketat cruise dhe balistik nuk kanë qenë tërësisht efektive siç mendonin rusët, pavarësisht mbojtjes së dobët që ka pasur Ukraina. E qartë. Ndërkohë, profesor Shala, nga raketat shkojmë një kërcënim tjetër drejt Polonisë, nga dronët, më saktë shkojmë një kërcënim tjetër me raketat, dyshimi për një raketë ruse, një krater 10 metra i gjerë, NATO i cili thotë jemi nga gatishmëri për të mbrojtur aleatët dhe vetë kryeministri i cili thotë nuk besojmë se ishim ne shënjestra, apo provokon Rusia nivelet maksimale? Ato janë me Ukraina dhe Polonia janë në kufi dhe konflikti në këtë rast është shumë kollaj mund të përhapet. Në këto kushte për goditja apo lëshimi i raketës ditën e sotme nuk është se ka patur në një reagim kështu që të quhet agresion ndaj një vendi antar të NATO-s. Nuk mund të është vlerësuar si një gabim, domethënë, pra një goditje gabuar, pra jo një goditje qëllimshme, edhe deklaratat e leadershipit polak kanë qenë kështu. Ndërkohë që gatishmëria ka qenë e plot. Kjo çfarë tregon kjo? Kjo do të thotë që nëse Ukraina do të kishte interceptor të duhur Patriot, nuk kishte pse raketa të kalonte në Poloni, do të ishte rrezu çëtje. Nga ana tjetër kjo tregon që të gjithë vendet e NATO-s duhet të tregojnë më të kujdesshëm edhe të ofrojnë interceptor për Ukrainën, pra sepse në rast përndryshe raketat që janë nisur për Ukrainë mund të përfundojnë edhe në vendet anëtare të NATO-s. Paktën deri tash kështu është situata. Sot nuk është thirrë që diskutohet në një 4 apo në një 5 i traktatit të aleancës. Pra është kuptuar që është megjithatë hetimet vazhdojnë intensivisht, do të përcaktohet trajektoria e tij. Pra do duhet një kohë. Do duhet një kohë që mos u nxituar, se mendoj se edhe përgjigja e Tusk ishte për mos i përshkallëzuar situatën. Normalisht sepse po të kishin pas ukrainasit mbrojtjen e duhur antiraketor, nuk
nuk ishte mundur që kjo raketë kalonte mbi territorin e Ukrainës dhe të përfundonte në Poloni. Gjithsesi, kjo është një tërheqje vëmendje që për ta forcuar krahun lindor të NATO-s, pra me interceptor, në mënyrë që edhe raketat të tilla të gabuara, pra të gabuara mos të përfundojnë në thellësi. Ishte fakt që kjo ra në një vend që nuk shkaktoi pasoja, në një zonë, në një fshat, nuk shkaktoi pasoja, por mund të sjellin, po të kisha ra në një zonë tjetër, pra në një zonë të populluar e tjerë, pastaj do të ishin katastrofike dhe pastaj edhe reagimi do ishte më ndryshe. I qartë. Kristafi, do të vijojë Rusia të provokojë aleatët e NATO-s? Shko, për Rusin nga njëra anë është një mënyrë për të parë se si funksionojnë sistemet e vendet NATO-s në këtë rast, edhe nëse ka qenë e gabuar, raketa ka humbur rrugën, si thuash, në këtë rast, ishte një mënyrë e mirë për të parë se si funksionojnë sistemet e NATO-s, dhe unë mendoj që Rusia ka provuar disa herë qoftë me drone, qoftë me raketa, dhe vazhdoj ta bëjë diçka të tillë, sepse është një mënyrë e mirë për të kuptuar se si funksionojnë ose si mund të jetë reagimi i vendeve të NATO-s në rast raketave. Fakti është që raketën që përfundojnë Poloni, si radari që është në kufi mes Polonisë dhe Ukrainës, si radari brenda Polonisë, të dy e kishin kapur, por nuk e kishin rrëzuar dot, pak në Ukrainë nuk kishin rrëzuar dot, sepse në atë moment kishte edhe një F-16 në ajër, i cili u përpoqën ta rrëzonin, pas ata nuk e rrëzuan raketë të tillë. Për Rusinë, edhe nëse ka qenë gabim rruga e raketës ka përfunduar në fushën në Poloni, ishte një test shumë i mirë për të parë si funksionon një mbrojtje kundërajrore, një vendi goxha të fortë të NATO-s, është Polonia, pra nuk është një vend që ka pak burime, ka shumë burime. Dhe në përgjithësi duhet të thënë që si në rastin me dronët dhe në rastin me raketat, pjesa lindore e NATO-s nuk janë të përgatitur tërësisht për këtë lloj lufte që është duke bërë në Ukrainë. Pra, kur është e vështirë të kapësh pak dronë, është e vështirë të kapësh një raketë, imagjino se çfarë mund të jetë rasti një lufte kur vinë 10 apo 100 raketa në një natë siç ndodh në Ukrainë. Kështu që mund të jetë një mënyrë për vendet e NATO-s për kuptuar se çfarë duhet të bëjnë më mirë në rastin e raketave që vinë nga Rusia, por fakti që raketa në Poloni mund të jetë dhe një shans për polakët dhe për vendet e NATO-s për të studiuar raketën, sepse raketa është raketa cruise më moderne që ka Rusia për momentin. Pra është një mënyrë për ta studiuar pse jo çfarë dhe për të mbrojtur në të ardhmen e afërt. E qartë. Lidion Kristafi, Xhavit Çala, ishte kënaqësi t'ju kisha mbrëmjen e sotme në program dhe faleminderit për gjithë kontributin në sezonin e plot. Mirë, kemi mbritur kështu në fund. Do më leoni dy fjalë padyshim për ta përmbyllur të gjithë këtë eksperiencë në vitin e saj të parë. War Report ka qenë sfida më e rëndësishme profesionale në karrierën time, por gjithashtu edhe një privilegj i jashtëzakonshëm që të kisha mundësinë të isha me ju çdo mbrëmje për të treguar se çfarë ndodh në skenën gjeopolitike globale, për të folur mbi konfliktet të cilat në një mënyrë apo në një tjetër, nga lindja e mesme deri në Europën lindore, e kanë prekur e shënjuar jetën tonë. Jam mirënjohës çdo të ftuari i cili ka zgjedhur të jetë në War Report dhe të humbas kohën e tij për të informuar shqiptarët në standardin, por gjithashtu edhe në nivelin në cilin ata meritojnë. Mirënjohës drejtuesve të ABC-s për të gjithë mundësinë dhe të gjithë ekipit me të cilin kam pasur fatin që të ndaj këtë eksperiencë të jashtëzakonshme, nga djemtë e kamerave deri tek regjia, Gjildo, Keli, i gjithë ekipit teknik i cili ka qenë një suport i jashtëzakonshëm. War Report kthehet sërish në shtator. Deri atëherë, pushimet mbara.